Kjo është pamja e Bregdetit të Shëngjinit në këtë ditë marsi. Moti ngrohtë me diell dhe temperaturat e larta po tërheqin pushues dhe vizitorë të shumë drejt kësaj zone turistike. E gjithë vija bregdetare nga Rana e Hedhun deri në Kune ka nisur të popullohet me vizitorë, pjesa më e madhe të cilëve janë ditorë dhe vinë në Shëngjin për të kaluar ditët me diell. Shëngjin shumë e bukur, një ndryshim e paparë. Ambjenti bukur, klimë e bukur, vend i bukur. Nga Saranda. Nga Saranda këtu? Po, jo, ne ishim në Shkodër, u kthiem tash, po kishim vite pa vajt, pa artën e. Hera parë që Po. Çfarë ju pëlqen më shumë? Të gjitha e ka të bukura. Shumë i bukur. Ndofta se ku e verës, po ka dhe gjallëri, ka detin të bukur, të gjitha të bukura ka. Unë të që këtu ja vlen të vish. Kumën e detit njëre ka të shkëlqyer fare, se ne kemi që të trashë, që zhavorën, që ose ngure kështu, po çdo gjë ka bukurin e vetë. Nuk mungojnë besnikët e përhershëm të kësaj vije bregdetare shqiptarët e Kosovës. Ata thonë se janë frekuentues të rregullt pasi Shëngjini i përmbush në maksimum pritshmëritë e tyre. Ne nga Feriza e përndryshëm nga Kosova, po ne e pushus të rregullt të Shëngjinit. Thuaj se diku për 12 vite këtu vim rregullisht vim. Jo vetëm që vim pushime gjata, po vim edhe vikendeve zakonisht. Po të veçantë është klima, pikëspari, është ujë i pastër, natyra është e mirë, që është qetësi, dhe mendoj këto e bajnë të veçantë edhe Shëngjinin. Operatorët turistik kanë nisur përgatitjet e para për sezonin pasi pritet që fluksi i lartë i turistëve të vijë në Shëngjin shumë më herët se vitet e tjera.